Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Siçev, komune Klinës. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e zojës Gjyle Desko. Ona, zoj. Faleminderit. E gëzofshi. Tashmë veç jemi në ambientet e brendshme të shtëpisë të re zonjës Gjyle, në vizitën e parë ka qenë rasti kështu. Unë jam Gjyle Desko, fshati Siçev, komuna Klinë. Unë kam nevojë për banim, se këto është krejt e këpod. Si të frynë dishka dridhet sallonit, që të ven plejve të peste, që i kam plan të migja vetë, se pivje keq, 18 vjetë, pivje keq me plejt me neve si prind. Vështirë njërë, për shumë, s'ku mujt, dhejsa s'ku mujt. Me lymë dim kërkujnë, apo zore, po të shtika gjithka me po. Për me një muna kështë qëtët me gjallarve, ose vepsia, më ka një mu. Edhe për operacione, më ka një mu djemë të hoxhës, të burrit, familjerës për tyne, 8 operacione i kam. Edhe me epilepsi jam, me terapi jam, qatë për në djenë me kanë show. I kom pas kontrollat në Prishtinë i kam. Vetë zgudzaj me nejtë korë, se unë edhe kam edhe syzat, po syzat më thytet si më moren me të shkallëve. Kam nevojë për banim, me avyt fëmijën ofër vetit, me pas qikën të mbëllëm 2 javë nevojë. Vështirësh. Të që ka plan atje e krejt. S'ka vek të dhumë, është e pamanushme, binë edhe kryma binë për tavanit për laparijes. Se bet marru të për pacova për meve, ka të që shkur, thanë le poka, si kom qita në amë. Të natën rriqot, të i qyrë, binë. Ke para luftë shumë, ish pas marru si udë. Dhe gjatë luftës ako e kallë. Dhe në mas luftë e ka në rejtë vërë që tu me këna ofe këto si udë. Aja ka koridor, po unë e ku më bëhë si supë edhe banjo. Ku ju më dohë. Ma shumë të si për me umër me pia petë, pia dalë dhe qysh. Pa më nuhëm. Se kontrol kom pas syve, s'ku mujt me shku. Se ka të 200 euro syzat pa bëhë. Se unë e vetë zgudzoj me nejtë, pa pos nejtë fëmi ngatë. Nuk është alut gjithë dhe lazni motra, kush ka më mësi, më ndimu për një banim, me pas një hapësirë më të madhe, që të sallan flenë vetë i pesti, vojza më flenë të migja, nëse gjera flenë se këta nuk shtrenë, janë me kuca, këtu mi ka folin një për këshive. Krejt shka i kam me televizor, me krejt përveç atë shporet e ti se ka morë me punë burri. 8 operacione i kam. Kjo motra ime, Fatmire Berisha, poete, ka pas dëshirë me shkruaj një poezi për Bacin Halil, edhe për djalin e tij, edhe për kontributin se ban Bacin Halil, edhe ka pas dëshirë me ardhë me hapjen e ndërës të shtëpisë time, ka pas dëshirë me
me thonë këtë poezi për bacin Halil dhe djallën e tij dhe shoqatën e tina. Për ty Hoxh Halil Kastrati, nga muza ime po burojnë fjalë, formojnë vargun plot të dashuri. Ku ka më bukur për këtë rini, të thurin bargje, o Hoxh, për ty. Një njeri që nuk kurse o mundin, dit e net zbëri një sygjom. Djerë sa e ti së bashku me lotin, formuar kanë plot një lom. A i lom dhe emër ka, aty bëjnë zgjidhje çdo shqiptari, sa bukur i del në ndihmë nevojtarit, shoqata jetimat e Ballkanit. Dora juaj e bekuar, tek cila derë të troket, ka qetësi në atë vend, sa dhe gjumin e bëjnë qetë. Nuk friksohen më prej rënojës, as të ftatit më sendin, kanë me qka tha njomin bukën e gojës, tani me ostrehuan, ata kanë dhe shtëpin. Kush nga shëndeti nevoj pati, i dole në ndim, o Hoxh Kastrati, ti ai që ja ktheve busqeshjen, se bepteje o i bekuar, ja shpëtuat jetën. Të shikojmë të gjithë në sy, lumë po bëjmë gjithmonë për ty, lumi unë po thot jetimi, ma kthej lotin në lot gëzimi. Të ndalur s'kan falenderimet, lutje tek i madhi Zot që bëjmë për ty, si na dolën në ndim neve, të shëroft, o Hoxh Uvejsi. Një shtëpi për se cilin që s'ka strej, një shpresë për ata që janë me ne, për nënat që lotin është ndëra në gëzim, Halili u bë djedh në agim. Në Kosovë e më larg, je zani i zemrës, je shembull i shpirtit me palakmi. Një bamirës, një vëllai për kushtum, që udhën e dritës, se ndal kur një. Një mek i popullit, i heshton, i qetë. Një udhëheqës me besim në Zot, pa kërku asgjë, se veç Zoti din me pa se çka thuhet, e Halili e din dhe nuk humb asgjë. Ai nuk ndalet, se ndal as lodhja, se kur vuan dikush s'ka kohë për pushim. Por çdo lutje që bëhet falti, ajo lutje ngjitet në qiell si shpërblim. Ti o zemër luan, o shpirt bardh, lumë që të kemi në shqiptaria, Allahu ashtu si që të ka sprovuar, dyherë më shumë ka për të ndihmuar, se ti nga tani xhenetin e ketë siguruar. Sot ndryshim i madh, zoj. Po patjetër. Falenderoj shumë, mas pore falenderoj djalin e Hoxhës, se ma ka dhuru tukën, me Deskaj, me familje, vojzën, abjesën, për iniciativen. Falenderoj shoqatën Halil Kastrati, komunën, edhe gjithë ata si kanë punu, ka kontribu, për fillimit e dhe në barim, Allah është përblet me familje. Inshallah Zotë gjithmonë ja jep në gëzim me familjen e tyne. Fëmin i kam shumë të lumtur, me shtëpinë e re, që shumë ka atje këtë tepër mirë, i falenderoj shumë. Allah është përblet donatorët, e gjithë punëtorët që janë kanë këto, e gjithë ata që kanë dhënë një can, për fillimit e deri në barem, Allah është përblet. Shumë. Ndryshim shumë i madh. E kam ma let për fëmijë, me pozumën e vetë, me flajt në dhëmë vetë, se na 5 antarë kënë mirë flajt me një salon, vojza ka flajt e valgjyshet e djalli Hoxhës, të migja vetë. Edhe tash vjen plan dhumën e vetë, shpinë e vetë, edhe bëhëm 6 bashkë. Falenderoj shumë gjithë ata që kanë dhënë licen për familjen e temë, ata shka kanë për fillimit, për temelit e dejnë barem si për punëtorë, si për gjithë shka na kontinasht, i falenderojna shumë, kush ka dhënë licen për mua, Allah e është përblet. Kjo shtëpi është bërë në bashkëpunim me komunën e Klinës, të cilat komuna ka participu me shumë prej 10 mijëra, pjesën tjetër janë donatorët e shoqatës,
neve s'nametë gjatë tjetër, edhe pse mja bo për herë zojës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe këtë dorot, fëmija kanë posë që mja dha misionit Batëstalin e premtja me Halilin, kanë posë dëshirë me mja dhëru. Edhe na këna me dërzu. Faleminderit shumë. Dhe të dërzu dhe ratën. Faleminderit shumë. Zoti ju shpërblet. Shumë faleminderit.